recitali i AMA 2026. Në recitalin AMA, edicioni 13, ne ndjema të vazhdimësi të qetë që ndërtohet vetëm në vite pas një pune serioze. 13 vite nuk janë pak, janë kohë mjaftueshme për një ide që të kthehet në traditë. Salla ishte e gjallë, fëmijë të vegjël që ndiqnin me sy hapur çdo tingull, të rinj që kuptonin peshën e momentit, prindër dhe gjyshër që mbanin në fytyrat e krenarinë e heshtur që vetëm kultura e ruajtur mund ta japë. Ishte një publik i përzierë në moshë, por i bashkuar në ndjeshmëri. Programin kishte maturi artistike dhe rrjedhë natyrale, repertori klasik, loja me instrumente muzikore, vallja, kënga, poezia dhe elementi tradicional shqiptar komunikonin pas forcim. Si njerëz që e njohin disiplinën e skenës, ne ndjejmë ku një koncert ka strukturë dhe kjo mbrëmje kishte një moment me peshë të veçantë, ishte për kujtimi të ndjerit Sami Elezi, një kontribues i madh i muzikës shqiptare në Kërçov. Përmendja e tij ishte një akt respekti dhe kujtese se arti kërkon përkushtim afatgjat. Mirënjohje nga Besar Tabashën për qartësinë dhe ndjeshmërinë e saj artistike, për shoqatën Uskana në Shtetet e Bashkuara që prej 13 vitesh po mban të standard me dinjitet.